Një ditë pas njoftimit nga Taulan të Balla për nisjen e reformës së re zgjedhore, Ulsi Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, foli për nevojën e adresimit të menjëhershëm në ndryshimin e mënyrës të numërimit të votave gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Ndërkohë që nëse do t'i kthehemi numërimit në qendrat e votimit, është krejtësisht e mundur që edhe rezultati në Shqipëri do të dalë në një kohë rekord, jo më shumë se 2 orë mbasi të mbyllet procesi i votimit. Unë mendoj se shkaqet që na çuan tek parashikimi në kodin zgjedhor të numërimit të votave në qendra grumbullimi kanë rënë. Ishin shkaqe dhe faktorë të tjera të që partitë politike e ndërmorën këtë veprim në kodin zgjedhor. Ulsi Manja e avancoi më tej propozimin duke dhënë këtë argument. Në dijenin time në mos gaboj janë 5000 sa qendra votimi në gjithë Shqipërinë, sa janë 5044 qendra, është krejtësisht e mundur që ne këtë teknologji që e kemi të përqendruar në qendrat e numërimit të votave në të gjithë Shqipërinë, ta shpërndajmë në 5044 qendra, edhe menjëherë sapo të mbyllet procesi i votimit filloi numërimi. Po kjo është detyrë jona në fakt, edhe ka ardhur koha që ta bëjmë këtë. Ilirian Celibashi, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, pasi lexoi raportin vjetor për punën e KQZ-s në mbledhjen e përbashkët mes Komisionit të Ligjeve dhe atij për nisma qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, u përball me akuzat e opozitës, e cila përmes Oert Byllykbashit ngriti shqetësimin për një dështim me votën e diasporës në zgjedhjet e 11 maj. Ta me post, dështim katastrofik, me mira raste të evidentuara ku nuk i ka shkuar zarfi, ose kur e ka nisur nuk ka ardhur, firma të cilët nuk janë firma, janë pika, viza, nuk kanë lidhje fare. Ndërsa socialisti Damian Gjiknuri u angazhua për ndërhyrje ligjore në financimin e partive politike dhe transparencën me burimet financiare gjatë fushatave zgjedhore.